Absolutisht, ai normal pe kritikon një veprim që e kanë bë hes të partisë, që e kanë përjashtuar nga gara në mënyrë jo demokratike, sepse ka qenë kryetari i komunës, Deka ka kërku, qytetarët kanë kërku më kandidu në mënyrë unanime një kryesi, dirigjume, pa dirigjume, nuk ja ka dhënë mundësinë me kandidu me llogo të partisë, ka bërë përpjekje platonike, me PDK me kandidu. Demokratike që shpeshet. Po, demokratike përshë, sepse çka ka bërë njëri... Demokratike, jo, vendimin që shpeshet demokratike. Vendimin e zotit Ladrovci. Jo, kryesisë PDK-s. Jo, është më vendim, është... Qëshmon, i imponum sepse... Nuk e më kanë bove prim ligjor, por nuk e kanë respektu strukturën që shkon prej poshtë nalt. Nuk e kanë respektu antarësinë. Pse nuk ti si kryetar me kryesi menon që kushtrimi për formal Muhamedi Safidani? Ti më. Jo, dush me bë këto kalkulime, sidomos kryetarin detyrë nëse e kije. Po. Po s'është që demokratikë e kanë bë gabim. Nuk i kanë respektu rregullat në një proces demokratik etik. Jo, jo. Partisi ka thonë që qendra vendos kush është kandidat. Mos po tham që kanë bërë penale, veç pak kandidat me gjas. Jo, po thonë për këtë gabim i ka marrë vetë kryetari. Jo, ai ka qenë kodë të normave statutare, ka qenë i lidhshëm. Po s'është demokratik, po nuk ka qenë logjik. Jo, nuk ka qenë gabim që vërtet rezultati. Po dhe veprimi që bën zoti Ladrovci tash, edhe që ka qenë veprim jashtëzakonisht demokratik, edhe kjo, përveç to nuanca që moj fotografiu, nuk besoj që ka ishte. Absolutisht veprim demokratik, ka shku të një vend ku e kanë hjek vetë në mënyrë sipas tij jo të drejtë, ka shku aty dhe ka shpreh këtë simbolikën e tij, këtë mbledhjen e tij në mënyrë demokratike, kjo as nuk ka bënë ai veprim, edhe shumë ligjore,